Përshëndetje, miq. Sot është tema në lidhje me hënën e plot në peshore, e cila është në 13 prill, dhe e gjitha që kjo do të shfaqi dhe do të na ndihmojë ne, se është me të vërtetë që na ndihmon. Bëhet fjalë për mbylljen e eklipseve që ndodhen në Mars, në 14 Mars, që ishte errësira e mos plot në Virgjëresh, pra eklipsi, dhe tjetra në 29 Mars, e cila ishte ëna e re në dash dhe ishte errësira e diellit e pjeshme ose eklipsi i pjeshëm i diellit. Pra i mbyll këto, hëna e plot e peshores i mbyll këto, duke na krijuar që ne të gjejmë një zgjidhje në lidhje me jetën tonë romantike. Pra ky është qëllimi në lidhje me të vërtetë. Është sfidë për ju të gjithë, për të kuptuar me të vërtetë atë çfarë ka rëndësi në jetën tuaj të dashurisë. Pra kush është e rëndësishme? Kush është ajo që ju bën ju të ndjeni e dashuruar, e denjë? Kush është ajo që ju jep ju frymëzim? Sepse jeta është magji, jeta është me të vërtetë një mrekulli, është lulja e jetës. Dhe ne që të gjithë jemi lule, ne që të gjithë jemi yje, sepse origjina është yje, të cilët kemi ardhur nga pluri yjeve në këtë tokë mamë. Gjithsesi, vendimja jonë është toka mamë, dhe kudo që ne të imagjinojmë, të ëndërrojmë, të fluturojmë, ne përsëri jetën e kemi në tokë, dhe kjo është edhe një efekt për të cilën duke arritur në dashurinë e vetes tuaj, në të vërtetë në atë që jeni mrekulli, jeni dashuri, është ajo që edhe jeta do të bëhet e lehtë edhe përreth jush, edhe më gjarë. Ajo që kërkohet, kjo ka të bëjë me atë që ne të gjejmë hapësirë, pra në lidhje me nevojat tona, por edhe me nevojat e të tjerëve, të jemi, të sigurohemi në lidhje me atë që të bëjmë, pra të jemi diplomatë, krijojmë kompromise, të krijojmë negociata, dhe mbi të gjitha të kuptoni dhe të jeni, kujtoni dhe mbani mend se ju në çdo hënë për të cilën do të dëgjoni dhe do të jeni të vëmendshëm, të jeni të sigurt që ju ndihmojeni, sepse hëna është në shpirtin tonë, është në brendësinë tonë, është në këto organe të mrekullueshme, është në anë që kur ne flen gjumë, është ky shpirt, është në anë që me energjinë e saj, qoftë kur e zbe, qoftë kur e ndriçon, na sjell në emocionet për të cilën të lirohemi për gjëra që nuk na shërben, dhe të vazhdojmë me emocionet e kënaqësisë, të dashurisë, të mrekullisë, të paqes që na i bën jetën të lehtësuar. Pra ne ndihmohemi nëse ne lidhemi dhe vazhdojmë të krijojmë dashurinë e thellë të vërtetë me veten tonë në fillim, dhe kjo na hap dyert edhe përreth dhe më gjatë. Këtë unë do ta ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë do të tregoj në lidhje si ndikon zona e hënës së plot në Virgjëresh tek të gjithë shenjat tona, por sidomos në shenjat e elementit të ajrit dhe të elementit të zjarit, ndikon më tepër. Pra, gjithsesi, tek të gjithë shenjat, sepse ne jemi të lidhur dhe një gjë të dini, ne do t'i kalojmë të 12 temat e hënave, sepse është jeta, është lidhja për të cilën ne kemi. Ne jemi qenie njerëzore me esencë dritë, që do të thotë, ne kur kemi ardhur në këto tokë të mishëruar, ne jemi me këtë zemër. Kjo zemër ka hirin hynor, që do të thotë është misioni dhe drejtimi i çdo kujt. Pra ajo ditëlindja juaj, për të cilën jemi në varësi të diellit, pra
gjatë ditës, është numri 1, në natën është numri 2 gjatë natës, dhe planetet që është mençuria e jetës tonë, por në këtë rast secili varet kush planet është ajo që ka të bëjë, pra data juaj e lindjes, fundi, numri angjëllor i cili del në fund, është ajo që është angjëlli juaj, dhe që ne që të gjithë si që njerëzore jemi angjëj, kujtoni lindjen e në qoftë se nuk keni arritur në shpirtin tuaj, në veten tuaj si dikur fëmijë, pra ta keni liruar fëmin tuaj, sigurisht ju ndihmojeni, ju do të arrini, ose pjesa ndërmuese sigurisht që e keni arritur, po dhe nëse jo, ju jeni, vazhdoni, dhe në këtë moment, sepse është një ndërgjegjës similar, doni apo s'doni, ne jemi duke shkuar në drejtimin e ndërgjegjësimit të lartë për të hapur zemrën, dhe që të hapet zemra do të thotë që ne do të bëjmë gjërat si ne i dëshirojmë, si ne kemi vlerë, si ne kemi dhunti, si ne kemi talent, si ne për atë që ne kemi mundësi dhe mundësit ekzistojnë për të gjithë ne, për atë që na i bën ne që të jemi dhe të ndjejmë kënaqësi. Dhe në këtë rast të kuptoni që kanë bëjmë me zonën e dashurisë, dhe duke qenë se kjo do të ndikoj, po hymë në pjesën e parë pra të zonës, dhe pjesën e dytë në lidhje me energjinë do ta jap në vazhdim. Duke qenë se është pra këto 2 javë bëhet fjalë me të vërtetë në lidhje, do të ndjeni problemin në lidhje me marrëdhënien, pra me veten, por dhe ju me të tjerës, sepse peshorja ka të bëjë me të gjitha marrëdhëniet, pra qoftë me veten, pra me dashuri me veten tuaj, me partnerin romantik, me ndoshta me mikun e biznesit, ndoshta me kolegun, me prindrit, me motra, me kundërshtarët tuaj, me eksin tuaj, pra në lidhje me këtë marrëdhënie. Çfarë do të ndikoj kjo në lidhje me ndjenjat tuaja, është që do të nxjisi, do të ngjalli emocione, pra ndoshta kanë filluar të ndjeni emocione në lidhje me jetën tuaj të dashurisë, pra në lidhje me dashurinë, me jetën tuaj të dashurisë. Dhe kush është mesazhi? Mesazhi i ënës bëhet fjalë që ne do të lidhemi dhe do të vazhdojmë në lidhje me pjesën tjetër të shpirtit tonë. Dikush ndoshta nëse i keni dëgjuar videot e mia, ju do të kuptoni. Pra ka të bëjë me gjysmën tjetër të shpirtit tonë. Çfarë do të thotë? Ne kemi këtë trup multidimensionar, për të cilën jo vetëm me kocka, me mish, por është pra jemi me frekuencë të lartë, që do të thotë janë energjitë e larta, çfarë ne flasim, çfarë si e kuptojmë ne botën, dhe ndërkohë a jemi duke u hapur me universin për të mësuar çdo ditë, sepse universi është në rritje, në zhvillim, dhe shpirti këtë kërkon, ndërkohë zemra për të cilën është në qendër dhe është astrale, pra që ka misionin dhe drejtimin e jetës tonë, është neutrale, lidh pra frekuencën tonë si që njerëzore, pra që quhen ndryshe dhe energjia maskullore, dhe ndërkohë dhe është në brendësi, poshtë në zorët e barkut janë energjitë e ulta, por që në vetvete të kuptoni që ne në brendësi të trupit tonë, pra janë këto organet tona, për të cilën është që ne nuk i shohim, dhe është energjia femërore. Pra në këtë rast, shumica nga ju keni bërë një punë të mrekullueshme, dhe kjo në plot në peshore mbyll ciklin të ekuinokseve, jo vetëm të marsit, por edhe të vitit në korrik të 2023-shit, ishte nyja veriore në shenjën e dashit dhe nyja jugore në shenjën e peshores, për të cilën gjatë këtyre 2 vjetëve ne na mësoi që ne nuk kemi pse jemi të fiksuar mbasi idesë për të patur një lidhje, pra një marrëdhënie. Përkundrazi gjatë këtyre 2 vjetëve ne mësuam, sepse është ajo që ne do të jemi dhe do të jemi të lumtur atëre ku ne jemi në 2 këmbët tona. Dhe kjo është që kjo peshore do t'ju sjellë ju lumturin, pra kjo shenjën e anës së plot në peshore, edhe pse do të keni ngacmime, edhe pse është mesazhi që të lidheni me
shpirtin, gjysmën e shpirtit tjetër, pra të krijojë një harmoni, jo vetëm me shpirtin ton binjak, pra ne me të tjerët, por dhe me flakën ton binjake që e kemi që të gjithë, dhe këtë flakë binjake e kemi që kur ne kemi ardhur në këtë tokë të mishëruar, pra si ëngjëj dhe jeni ëngjëj pavarësisht se jeta na solli pra probleme, gjithsesi që të gjithë kalojmë sfida dhe kemi kaluar jemi përballur me situata nga më të ndryshme, asgjë nuk ka ndodhur pa qëllim dhe tani që jeni në këto video, është me një qëllim që jeni këtu, pra shpirti juaj u mançurua për atë se çfarë ka ndodhur me ju, dhe erët tamon ne do të lidhemi me shpirtin ton. Por pyetja është, okay që ju keni arritur pra të doni veten, sepse keni bërë këto, kjo është mbyllja e hënës së plot. Pra ne kuptojmë që ne tani bëhemi të lumtur vetëm atëre kur ne jemi në dy këmbët tona, pra nuk ka të bëjë me atë që çfarë do lloj që ne përballojmë duke në këtë rast me dy shpirtra, pra në lidhje me mendjen tonë, pra në lidhje me mendje, po dhe në lidhje me atë se çfarë ndjejmë ne në brendësi, kjo do të bëj është që do të na krijoj, do të na sjellë në rrugën e drejtë në lidhje me kush është dashuria jonë, kush është ajo që është e rëndësishme për ne dhe që na bën me të vërtetë të ndjehemi, pra të jesh me ndjenjen që të ndjehesh e dashuruar, të ndjehesh që të duan. Pra kush është e rëndësishme për ju në çdo lloj marrëdhënie, në të gjitha marrëdhëniet, por edhe me veten tuaj, pra brenda me veten tuaj, pra dy, sepse në këtë trup, duke qenë se ne kemi pas mask, pra në këtë shpirt janë dy, në këtë trup janë dy shpirtra, pra ndryshe brenda, ndryshe jashtë, ndërsa tani me atë që me çfarë kemi bërë gjatë gjithë edhe që është mbyllja gjatë këtyre 2 vjetëve, me njën veriore në dash, pra kush jam unë, se dash është udhëheqës, është kush jam, pra kush jam unë, por ndërkohë edhe me peshoren, për të cilën nga vetë fjala peshore, ekuilibër, balancë, si kemi ne marrëdhëniet, ne qok me veten tonë, qok me romantikun, pra marrëdhënie romantike, apo edhe më gjarë me të gjitha marrëdhëniet mos i përsëris më. Pra bëhet fjalë që të lëmë fjallën unë. Sigurisht që kjo na nevojitet, por jo kur dikush ka ne kërkon vëmendje nga ne, qoftë dhe partneri juaj, qoftë dhe shpirti juaj, apo prindi juaj tjera që kërkojnë vëmendje, pra është ajo që ne kuptojmë tani se kemi bërë një punë të mrekullueshme, kuptojmë që të gjithë, pra ashtu sikurse edhe ne, janë të lënduar dhe nuk e din sepse ne kemi bërë një punë të mrekullueshme me përpunimin e emocioneve, por kujdes se tani bëhet fjalë shumë me hijet, ne jemi lidhur me tokën ku ne jetojmë, pra në tokën më, ne në fund të fundit këtu është jeta, që do të thotë tani universi na ka hapur dyert dhe bëhet fjalë që ne të vazhdojmë me lidhjet që kemi me marrëdhënie dhe kjo filloi me hënën e plot virgjëresh, sepse kishte me marrëdhëniet, po kështu edhe me hënën para virgjëreshës ishte hëna e plot në gafore, pra që kanë bëjë me marrëdhëniet, ose para gaforës ishte hëna, pra që kemi kaluar, sepse tani jemi në hënën, pra me zonën me numri 7, dhe në këtë rast të gjitha kanë pas bënë me marrëdhënie, pra kemi kaluar çdo hënë dhe tani jemi në shenjën për të vazhduar për të arritur në balancë, pra unë balancoj, thot peshorja, dhe në këtë rast jeni ju që do të balanconi atë se çfarë ju bën ju, sidomos në lidhje me ndjenjat e jetës tuaj të dashurisë, pra në lidhje me aspektin e jetës, me çdo lloj marrëdhënie. Tjetër është në këtë rast në mesazhi është që për një pjesë nga ju mund të jetë mbyllje, pra si thua jeni përmbushur, keni arritur gjithçka dhe është mbyllja për ju, pra ndjeni që jeni në magjinë e jetës, por për një pjesë nga ju ndoshta është dhe që ndodhni të shkputeni, pra nga një marrëdhënie për të cilën e ndjeni që nuk ju shërben.
dhe kërkoni të lidheni, pra të filloni të jepni më rëndësi vetes tuaj. Pra varet që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini, por kjo në plot ju ndihmon që të gjithëve. Tjetër është që kjo kërkon në lidhje me problemet që mund të dalin. Çdo gjë që ju sjell shpirti ja u sjell tani. Pra çfarë jeni duke ndjerë në këtë moment? Dhe kjo është jo vetëm në lidhje me pra në lidhje me emocionet tuaja, me çfarë ju sjell shpirti, me veten tuaj, por me dashurinë me veten tuaj, por edhe në lidhje me marrëdhëniet karmike me të tjerët, pra ndoshta keni akoma emocionet që nuk i keni përpunuar, pra do t'i ndjeni në këtë dhe çdo gjë që ju vjen në momentin prezencë është ajo që me të vërtetë kërkohet tek ju dhe mos i rezistoni. Pra kjo është që ta pranoni, ta njihni dhe në këtë rast le të themi që dikush ju irriton ju, pra si ta kuptoni, dikush ju irriton. Atëre kjo bën që ti të mësosh nga kjo lloj irritimi, edhe është një mrekulli që ta mësosh pse irritohesh, pra në veten tënde, sepse asgjë nuk ndodh pa qëllim dhe kjo është një mrekulli që ne kur e njohim, ne bëhemi të vetëdijshëm me qëllim që të kuptojmë që të gjitha marrëdhëniet që kanë pra qoftë edhe për gjëra të vogla dhe për ngacmime stresore të vogla, të parëndësishme, pa e kuptuar janë stresore dhe është ajo që në rolin viktim duke sikur është diçka normale, kjo nuk është e tillë, prandaj duke marrë atë pse u irritove në moment duke bashkëbiseduar qoftë me veten tënde, qoftë edhe me të tjerët, qoftë partneri karmike të tjera apo romantik, të çfarëdo lloj natyre, pra është më mirë pra që ta njihni sepse marrëdhëniet që ndodhin midis kanë tension, sepse është kjo që ne nuk i shohim gjërat në veten tonë, por ne vëmë gishtin te të tjerët, prandaj çfarëdo lloj që ju vjen në momentin prezencë tek ju tani, çfarë ndodh me ju, kudo në çdo aspekt të jetës, ta planoni dhe në veten tuaj, ta shihni në veten tuaj, sepse asgjë nuk ndodh. Çfarëdo lloj debati që të keni pa qëllim. Dhe në këtë rast mora irritimin. Po mund të jetë inati, mund të jetë xhelozia, mund të jetë çfarë ju keni zemërime të tjera për gjëra edhe që nuk kanë rëndësi, por që janë afatgjatë, janë stresore. Gjithsesi, që të gjithë ju këto gjëra i keni gjatë kohës së procesit të udhëzimit tuaj, ju i kuptoni se jeni në pra jeni duke bashkëpunuar me dy shpirtrat, pra në njërën anë çfarë ju ndjeni, në anën tjetër çfarë ju sjell mendja ose më tepër. Dhe në këtë rast, sigurisht ju mund të keni herë ndjeni mirë, herë nuk ndjeni mirë, por të jeni të sigurt që kur ju nuk i rezistoni, pra nuk i largoheni, por i ballafaqoni këto gjërat, ju sigurisht që jeni të liruar dhe në këtë rast, edhe nëse i ndjeni me këtë anë, mos rezistoni, por planojni dhe sigurisht i njihni edhe ju kam thënë që me anat e plota ju do të falni dhe do të bëni dhe minjojen, sepse janë kyçi, janë çelësat kyç për shërimin tonë. Pra falim veten për gabimet se shërohemi dhe falim të tjerët se lirohemi. Gjithsesi, unë nuk do të flas për faljen dhe për minjojen dhe ju do ta bëni në qoftë se ju ndjeni këto probleme dhe nuk dini se si të punoni. Ju keni një video për të cilën e kam bërë speciale para 2 muajsh, unë kam bërë video edhe përpara, por po them para 2 muajsh speciale se si ju të falni dhe pse ju duhet jeni minjos. Pra duke bërë të vetëdijshëm është 70% dije dhe në këtë rast ju merrni këto mësime për të cilën nuk i dini nga të tjerët dhe që është shërimi juaj, drita juaj, ju mbushni shpirtin tuaj me këto energji, me këto kodime të dritës dhe ju bëheni të vetëdijshëm, të ndriçuar avash dhe procesi ju ndihmojnë, ju ndihni shpirtin dhe t'jeni të sigurt që ju ndihmojni sepse është energjia. Tjetër është çdo që të keni pra gjatë kësaj kohe, do të bëhet fjalë që ju do të shkëputeni nga marrëdhëniet që nuk ju shërbejnë. Për këtë t'jeni të sigurt, ju do të shkëputeni nga marrëdhëniet që nuk ju shërbejnë.
shpirti juaj e di më mirë se ju. Pra kur them shpirti është energjia, është universi, janë fuqitë e larta që e ndjejnë dhe e dim se shpirti ju solli këtu, sepse që të gjithë ne që jemi lidhur me shpirtin jemi pioner dhe kemi qenë të ndjeshëm dhe shumë të ndjeshëm dhe pa e kuptuar ne kemi bërë më shumë për të tjerët, por tani jeni lidhur me shpirtin dhe shpirti ju do në fillim të duam veten tonë me qëllim që pastaj, pra është ajo që ne arritëm me dy shpirtra duke komunikuar dhe kjo është procesi, është herë mirë, herë jo mirë, por shënim. Shërimi është proces i vazhdueshëm, që do të thotë për sa kohë ne jetojmë, në çdo ditë të jetës, ne do të lidhemi me veten tonë, që do të thotë të ndjejmë atë që si e kaluam ditën, pra të mos i lëm emocionet të bllokohet, se kjo është arsyeja që një pjesë e njerëzve që flen gjumë janë akoma pa e kuptuar në rolin viktim, por shënim, askush nuk detyrohet, askujt nuk i preket liria, por sido që të jetë, jemi në një shekull të ri, 21 të shekullit 21, që do të thotë janë 3 planete që po bëjnë një punë të mrekullueshme nga ana e shkallës e ndërgjegjësimit kolektiv, për të cilën ju nuk do t'i shihni rezultatet për një herë, por të jeni të sigurt që Neptun, ujori dhe Pluto, për të cilën janë që japin një efekt avash, por në çdo aspekt të jetës, qoftë në qenie njerëzore, qoftë në sistemin tonë, në çdo kontinente të tjera, pra në të gjitha aspektet e jetës, është që do të ndjehet apasapi evolucioni i ri i ndërgjegjësimit të lartë kolektiv, që ne do të lidhemi me burimin e energjisë, që do të thotë që ne jemi ashtu, do të lidhemi me dashurinë pa kushte, me hapjen e zemrës, sepse ne që të gjithë jemi angjëj, që të gjithë kemi vlerë dhe ne jemi të krijuar nga krijesa për të jetuar në jetën tonë nga gjeneraca në gjeneratë, ka qenë zhvillimi që ne mësojmë, ne ndihmojmë dhe ne krijojmë. Pavarësisht se për një moment, për gati 3 shekuj, është dominuar nga energjia maskullore, për të cilën sidomos kohët e fundit dhe në Europën tonë, pra në botën tonë, në kulturën evropiane, u shkëputëm edhe brenda familjes, pra edhe brenda familjes nga ajo, do me thëmë, pa e kuptuar nga roli i përfitimeve, pra u shkëputëm dhe nga familja, ndërkohë që pyetja është, jeta është e shkurtër për të vuajtur dhe kjo e vigjeresh, falni, peshores, pra balancim, pra kompromi edhe negociata me njëri tjetrin na drejton që ne të krijojmë pra lidhje të ndershme dhe të vëmë kufi kur është për të vënë kufi dhe të shkëputemi nga pra marrëdhëniet për të cilat nuk na frymëzojnë, marrëdhëniet për të cilën e ndjejmë që nuk na shërbejnë më, marrëdhëniet që na zvoglojnë, na shkelin, pra që të gjithë jeni unik, por një gjë të dini, askush nuk ju prek lirin ju, dhe ajo që duhet të pranoni është që kur ju merreni me veten tuaj, kjo nuk do të thotë që ju jeni egoist ndaj të tjerëve, në asnjë mënyrë. Kjo do të thotë që ju do të lini unin tuaj përkohësisht me qëllim, pra uni krenari ndaj të tjerëve, sepse është në rolin viktim, janë impulset egoiste dhe në këtë rast, duke u lidhur me veten tuaj, ju do të zbuloni bukurinë e pra të shpirtit, të dashurisë pa kushte, sepse kjo është ku ne hapim zemrën, këtu janë të gjitha virtytet e mrekullueshme të qenies tonë njerëzore, dhe duke qenë se jemi në një nivel të lartë dhe në një epokë të re ku globi jonë është ndarë në 2 realitete, do të jenë këto energji, pra për të cilën do të prekin dhe mbi të gjitha që të gjithë e dinë që dashuria është një mrekulli, që të gjithë e duam dashurinë, që të gjithë e duam jetën pa stres, që të gjithë e duam jetën në paqe, dhe kjo arrihet kur ne në fillim vazhdojmë me të metat, pra zbulojmë të metat dhe të mirat në veten tonë, në trupin tonë, në brendësinë tonë,
Dhe kjo është që ne hapim zemrën dhe mbi të gjitha bëhet fjalë që ne të lirohemi nga çdo lloj emocioni, me çdo lloj individ, pra të bashkojmë, pra të funksionojmë me të dy shpirtrat, pra të arrim në harmoni energjinë maskullore mendjen, për të cilën ne veprojmë gjatë ditës, dhe energjinë femërore, pjesën e të gjitha organeve të trupit, për të cilën kur ne lidhemi me veten tonë dhe lirojmë nga çdo lloj bllokade të energjisë, ne kemi edhe një mirëqenie të mrekullueshme të jetës tonë, me bollëk, dhe jo bollëku nga ana materiale, por bollëku i paqes së shpirtit, për të cilën nuk mund ta shkëpus dhe bollëkun e anës fizike, pra në fund të fundit në këtë glob, në këtë tokë, çdo gjë është me para, pra por energjia e paras, sepse paraja është energji, por në këtë rast si e përdorim këtë energji? Pra është energji me ndim, me dashuri për ta investuar këtë paran në mrekullinë e realitetit tonë, apo e investojmë këtë energji për të shkatruar për përfitime. Pra gjithsesi, unë flas në përgjithësi sepse ky është misioni im, për të krijuar jo vetëm shërimin si shpirtëror, por edhe si ndriçues i tokës për të ndriçuar dritën hyjnore, sepse ka dhe një mënyrë tjetër për të jetuar jetën të gjithë. Dhe kjo është motua e ujorit, për të cilën të thash dhe njerëz, planeti Neptun, planeti Junorit dhe planeti Plutos, që për gati së bashku 20 deri në 20 vjet, pra që do të vazhdoj, hap pas hapi do të ndikoj në ndërgjegjësimin kolektiv të gjithë njerëzimit tonë, për të arritur në bukurinë e jetës, që të shkojmë me njëri tjetrin me dashuri pa kushte, pra të dim të sillemi, të dim të komunikojmë, dhe mbi të gjitha është një mrekulli të jemi minjos për njëri tjetrin, se shkoa është edhe për gjithçka që ekziston, se jeta është e shkurtër, që të gjithë ne vim dhe do ta lëmë këtë tokë. Tjetër ne do të gjejmë ekuilibër, dhe kjo do të thotë që ka të bëjë me atë në lidhje me vëmendje, me ndjenjat tona, jo vetëm me veten tonë, por dhe me dikë tjetër, pra të jemi të vëmendshëm për të arritur në një ekuilibër. Dhe kjo është që të gjithë ne do të arrim në kompromis, në negociata, për të diskutuar me qëllim që të arrihet në një nivel pra të përbashkët, pra që të jemi me njëri tjetrin, duke pranuar, sepse që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë ne jemi ndryshe, edhe pa ngacmuar njëri tjetrin, të arrim në një bashkëpunim, duke krijuar që të krijohet me të gjithë, me kë kemi në lidhje, një aspekt në interes të përbashkët, pra në një interes që të jemi të përbashkët duke ndihmuar njëri tjetrin. Ndërkohë është që do të vjeni në provë në lidhje me fuqinë, pra forcën në provë me fuqinë tuaj, pra kush janë nevojat tuaja dhe kush janë nevojat që kanë marrëdhëniet e tjera, pra mos i përsëris pra ju, ne me të tjerët, qoftë romantike, familjare, kolegë, biznes, miq të biznesit, apo kundërshtarët tuaj, apo eksit tuaj. Pra duke parë këto, edhe sidomos një pjesë nga ju do të keni shumë ngacmime me eksin tuaj. Gjithsesi ju ndihmoheni në këtë. Ndërkohë është që pjesa e dytë, energjia e peshores, kuptohet që tash dhe njerë kjo ndikon në elementin e ajrit dhe në elementin e zjarit. Elementi i zjarit është dashi, është luani, është dhe shqiptari elementi i ajrit, është binjaku, është peshorja, është dhe ujori. Por nuk përjashtoj që ndikon të këtë gjithë shenjat, sepse ne jemi të lidhur. Gjithsesi, kjo energji është e përqendruar tek marrëdhëniet dhe në partneritetin ton. Ajo që bani shënim dhe bani 5 pyetje të rëndësishme për të cilët do t'i bëni vazhdimisht derisa të vijena e plot në akrep,
Pra ju e dini që na e plot është një në muaj, por gjithsesi do t'i bëni këto duke ullur, duke marrë një ditar, sepse jeni në qetësi dhe me mendjen tuaj, pra jeni të vetëdijshëm, dhe në qoftë se ju kam bërë shumë video, dhe në qoftë se nuk ju vinë për të kthyer përgjigje në moment, zhgarravit, por ullu, dorëzohu dhe prit, dhe mbani shënim. E para, në përgjithësi, a kam qenë e shqetësuar me pamjen time të jashtme? Pra që të gjithë ndoshta e shihni veten në pasyrë dhe ndoshta shef që jem e shëndetshme. Pra e mora këtë shemb në lidhje me shëndetin tuaj, pra jem i shëndetshëm në kuptimin jo shëndet nga mirëqenia e shëndetit, se është një mrekulli, po në lidhje me trupin që ke një pra je shëndosh e tjera dhe të shqetëson. Sigurisht ju do t'i ktheni përgjigje me vërtetësi dhe të pranosh, edhe në qoftë se shëndeti ka ardhur nga mënyra se si ne jemi ushqyer, nuk jemi ushqyer mirë, ose shpesh ju keni përdorur më përpara dhe ilaçe për të cilat një ilaç që të gjithë e dini përkohësisht ju ndihmon që të kaloni nga situata, por ju vazhdimisht qëndroni të sëmur dhe duke futur lloj ilaçes, kur ilaçi shërues më i mrekullueshëm është dielli, pra të dilni dhe sidomos ju në Shqipëri që keni edhe gjatë dimrit dhe gjatë gjithë kohës zona e diellit, po jo në qytet duke pirë kafe sa në një lokal duke marrë me thashët eme, apo duke parë show që i tregon vërtetësinë e jetës, show si grindeni, pse ajo është jeta. Gjithsesi ju të dilni, Shqipëria ka malet e mrekullueshme, keni pyet që të dilni edhe në qoftë se doni të shëroni veten. Askush nuk ju detyron ju. Pra në këtë rast, edhe në lidhje me shëndetin, lëviz disa ushtrime të jogës, 30 sekonda, 5 ushtrime, çfarë të kushton të bësh 10 minuta lëvizje të jogës. Sigurisht do të jeni të ngurtë në fillim, ashtu sikurse edhe unë, por ju do të lirojeni. Pra mora këtë shembull, pra në lidhje me pyetjen e parë. Pyetja e dytë, a kam menduar shumë për të tjerët dhe kam lëm pas dore nevojat e vetes time? Sigurisht gjeneraca ime e viteve 50, 60, 70, 80, ne kemi bërë shumë për të tjerët. Pse? Sepse ashtu ishte koha. Pra mbaje marrëdhëniet, edhe nëse nuk shkon mbaje, bëj më të mirën. Qysh? Pra qa do të thotë që ne, pra ashtu i kishim para, ashtu i morën, dhe në këtë kohë që jemi lidhur me veten tuaj, a jeni, pra bëjeni pyetje vetes, se kjo është energji, pra jemi lidhur me shpirtin tuaj, se sidomos gjeneraca e shekullit 20, se ne kemi lëndime më shumë, ndërsa tani të rinjt kanë fragmente, por vetë energjia i zhvillon, edhe në këtë rast bëhet fjalë dhe ne si nënat, ne duhet kur nuk ne jemi me energji me veten tonë, me qëllim që fëmijët tanë të shohin se si veprojnë tani dhe ato e marrin me këta dhe ne ndikojmë me energjinë, pra të jemi dhe ne me veten tonë, pra jeni duke bërë më tepër për të tjerë dhe duke harruar nevojat tuaja, ktheni përgjigje, pra dini pas dore vete. Kjo është ne e bënim sepse ishte ajo dashuria në nevojë, nuk ka qenë dashuri e vërtetë, sepse dashuria e vërtetë është që ti bën gjërat jo me kthim, por në fillim të duash veten. Pra kjo është janë emocionet duke bërë pyetje. Tjetër, a kam qenë indikuar letash ose sylesh ose i paft për të marrë një vendim në lidhje me veten time. Pra në qoftë se diçka nuk shkonte, a ke qenë në fuqinë tënde, pra merri pyetjen se unë dua t'ju shpjegoj shumë, por pyetjen dëgjoni me vëmendje si ja u dash në këtë rast. A keni qenë shumë të ndikuar apo sylesh apo të paft për të marrë një përgjigje, një vendim në lidhje me veten tuaj? Pra unë ju jap përgjigje që të kuptoni, që të arrini, që të ktheni përgjigje, ju jeni unik, unë ju ndihmoj dhe ju tregoj, por ndoshta nuk është ajo që them unë, po jap një shembull që t'ju ndihmoj ju. Pra në këtë rast, pra ke bërë një sy qorr dhe një sy se kështu thoshin, nëse një e zëm, marrëdhënia juaj nuk shkon, e di ç'ke, bëj një sy qorr dhe një sy shurr, si thon. Por në qoftë se ju e bëni këtë, kur nuk do të jetë jeta juaj, prandaj uluni dhe vazhdoni. Tjetër, a kam jetuar jetën përmes dikujt tjetër? Dhe sigurisht, çfarë ndodh? Kur ne i përshtatemi tjetrit, ju keni humbur veten tuaj, ashtu sikurse edhe unë humba veten time, por tani unë jam në fuqinë time, jam në dy këmbët e mia, jam në dashurinë pa kushte që ju ndihmoj ju duke ju dhënë këtë mençuri, se ato që më ka ndodhur mua, dhe ky është misioni im për të ndihmuar njerëzit,
që si kanë vuajtur dhe shumica e gjeneracës time dhe unë po ju ndihmoj dhe kjo është drita, kjo është mençuria, ky është vizioni tim larg pamës deri në frymën e fundit të jetës time, por të kuptoni që unë nuk ju prek lirin, unë jeni ju që do të zgjidhni këtë mrekulli. Tjetër, a kam shpenzuar mjaft kohë për të bërë jetën time më të mirë? Pra, a jeni duke u marrë me të vërtet me veten tuaj që në fillim të ktheni atë, pra çfarë do lloj nëse keni ngacmime, sepse është koha për një pjesë nga ju do të arrini në veten, nëse se keni arritur, do të arrini, pra doni apo nuk doni, ju do të arrini, ju ndihmojeni sepse në këtë kohë po zgjohet gjithë, pra ndërgjegjësim kolektiv është akoma në një nivel të lartë, kemi hyrë në realitetin e dritës dhe të gjithë e duam drita, është dashuria, është respekti, është mirënjohja, është falënderimi, është ajo që dëmshuria, pra i ka të gjitha zemra, pra hapja e zemrës dhe kjo do të bëhet. Sigurisht për ju që ndihni këto video se rezoroni, por është edhe për pjesën që akoma flen gjumë, por kjo do të vi pas api dhe jo si i kemi kaluar ne, sepse energjia, vetëdia, energjia shkon tek njerëzit dhe pa kaluar këto probleme, por ne jemi pioner që ne të shkëlqejmë dritën dhe duke filluar ne hedhim farën kudo ku shkojmë dhe kjo farë do avni apo nuk doni, do të mbi tek të gjithë. Pse? Sepse kur gjërat fillojnë me dashurinë e mirësi, kjo të rriqet, ne bëhemi magnet dhe kjo ndodh shërim brenda familjes tonë, fisit tonë apo kudo, pra ne i vëm kufi gjithçka që nuk na shërbejnë në lidhje me bagazhet e mjetra, me rëndësien e tjera, mos kaloj më, por gjithsesi kjo bëhet fjalë që ju duke i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve brenda muajit ju bëheni të vetëdijshëm dhe ju e hapni rrugën që të krijoni, të lidheni me dashurinë e vërtetë hyjnore, që është dashuria pa kushte, është dëmshuria, është paqja, është jeta pa stres. Kur ne arrijmë në veten tonë, ne reflektojmë këtë edhe jashtë sepse bëhemi magnet. Tjetër mesazhi i kësaj energjie peshore, pra ekuilibri, bëhet fjalë që të shikoni bukurinë e jetës. Ju lutem, në çdo moment që jetoni, ju keni vlerë, ju jeni të mrekullueshëm, ju jeni të dashur ashtu si ju jeni, që të gjithë ne kemi vlerë dhe planojni veten dhe shihni bukurinë e jetës. Gjithçka në këtë univers të bollshëm ekziston. Tjetër në këtë hënë të plot ju do të përdorni këtë, është këshill, është magji, është mrekulli. Shihni anën, dilni jashtë në balkona, kudo, por shihni dhe do të përdorni, do të thoni gjithë kohën, mo po çdo natë, edhe kur nuk e shihni anën, gjithsesi, unë jam i dashur apo i dashur, sipas asaj që jeni mashkull femër, unë jam e dashur, unë jam dhe jap dashuri dhe unë jam e dinj që të më duan. Pra, duke e përdorur këtë me anën e re, ju nuk bëni gjë tjetër, përsërite, sepse është një mrekulli, është tema, është pra gjithçka bëhet për zonën e dashurisë, për energjinë e marrëdhënieve edhe të partneritetit. Një sekret do t'ju tregoj, kjo në e plot ka të bëjë me atë quhet dhe Ana Roz ka të bëjë me atë që nuk është Ana Roz, por është që duke qenë se të pararësit tanë, pra me shekuj, jepnin studimet me mençurinë e çfarë ndodhte në natyrë, në qell e tjera, dhe në këtë rast në natyrë ishte një bim e cila në këtë kohë pra rriteshe në bime egër që kishte ngjyrë rozë dhe prandaj quhet ana rozë, por në të vërtetë ana nuk është rozë. Tjetër është edhe quhet dhe ana e patave. Pse e patave? Sepse patat në këtë rast lindin beba dhe është që dhe patat, sepse unë këto gjëra i di dhe tani vetë, se jam e shënuar në natyrë dhe çdo ditë që dal i ndjej, kur them çdo ditë, ka dhe ditë që nuk dal, sepse varet jeta nuk është, pra jam e zënë me ditën e jetës, por gjithsesi e përgjithshme është që jam e lidhur me natyrën dhe vazhdoj shpirti që më dërgon, dhe në këtë rast patat janë në marrëdhënie, janë besnik dhe sidomos i mbrojnë fëmijët e tyre, pra patat e vogla të lindura, bebat.
Dhe kur je pushim, ato nuk lejnë që të gjithë pata duan të ushen, ato nuk i lejnë, sidomos mashkulli, bën një zhumë me ato sjepin e vetë, bën një zhumë që i largon të tjerët dhe mbron pra gruan dhe fëmit, pra janë besnik dhe kjo është dhe që është edhe për ne dhe është gjithmonë kjo hënët e plota në peshore ndodhin gjithmonë në kohën mbas ekuinoksit, pra mbas ditë nata që është e njëjtë dhe që ditët fillojnë pra në kohën e pranverës mbas ekuinoksit 20 mars e këtej. Gjithsesi ju jeni në pra edhe ashtu si bëj edhe pyetja për ne. Çfarë kërkojmë ne si qenie njerëzore të lindim në jetën tonë dhe në botë? Pra, bëjni pyetje vetes, çfarë kërkoni të lindni në këtë jetë dhe në këtë botë? Këtë video që po e shpreh është nëse ngrini kokën e shihni që na është pothuajse gati në plotësimin e saj, pra në 13 do të vinë shenjën e peshores, por gjithsesi ju do t'i ndjeni këto emocione tani, unë do bëj një video se si efektet e hënës i jepen te ju, por gjithsesi është faza për të cilën kërkon që të qëndroni në kursin tuaj, atë që shpirti juaj ju ka thirrur, qëndroni në kurs dhe fjalët mund të jetë trajtimi, jeni akoma në trajtim në lidhje me dashurinë e veten tuaj, në përmirësimin në lidhje, por edhe në përmbushje, pra në përshtatje me qëllim që të lidhemi, sepse në fund të fundit jeta është në këtë, dhe kur të vi ëna e plot në 13 ka të bëj o gjithçka o asgjë, dhe kjo të vazhdoj dhe 3 ditë më mbrapa, gjithsesi ju do të keni efekt për 2 javë me radhë, por ajo që bëhet është që kërkon ju do ta ndjeni rezultatin. Ju do ta ndjeni rezultatin, do i ndjeni në trupin tuaj dhe kur mos harroni që anat e plota kërkojnë falje dhe kërkojnë mirënjohje. Ju do të falni veten se shërojnë, do të falni të tjerët se lirojni, duke planuar gabimet qoftë tuaja, qoftë të tjerat. Nuk jemi perfekt, ne bëjmë gabime, nga gabimet ne mësojmë dhe ecim përpara, pa gjykuar, pa kritikuar, dhe ndërkohë dhe mirënjohje, ne duhet të jemi mirënjohës, sepse është mënyra më e mrekullueshme duke dërguar optimizëm në univers. Ne nuk bëjmë gjë tjetër, ne optimizëm me jetën tonë, me veten tonë, me përreth çfarë kemi dhe me gjithçka që shohim në këtë univers të bollshëm. Pra, për çfarë jeni krenar, për çfarë jeni falendërues, mirënjohës dhe për çfarë keni arritur këtë kohë ose çdo ditë të jetës tuaj. Gjithsesi, kjo është pak a shumë tema e kësaj video dhe me mua miropafshim deri në video tjetër. Faleminderit.